Mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin Alo Policia. Sot jemi në emisionin ton të 5. Kemi një urim të veçantë për gjithë qytetarët shqiptar kudo që janë, gëzuar festën e pavarësisë, gëzuar festën e flamurit. Sot është një ditë veçantë për gjithë shqiptarët në të gjitha trevat brenda dhe jashtë territorit shqiptar. Tema e sotme edhe prezantimi të ftuarve, tema është plani kombëtar i emergjencave, zjarret në Verë dhe përmbytjet në Dimër. Kam nderin të prezantoj sot disa personalitete, profesionistë dhe drejtues të institucioneve. Zoti Aki Çako, drejtori i përgjithshëm. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, zoti Çako. Glevin Dervishi, drejtuesi i Departamentit Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Ministrinë e Brendshme në Akademinë e Forcave të Ushtarake. Mirë se erdhët, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Arben Sara, drejtori i përgjithshëm i MZSH-s. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit që erdhët. Dhe Arben dhe Albert Nushi, shefi i sallave të komandimit të emergjencave në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Filloj me ju, zoti Aki Çako. A ka sot Shqipëria një plan emergjencash dhe ky plan i emergjencave është i plotë, është i përditësuar dhe sa i zbatueshëm është? Mirëmbrëma, atëre, faleminderit për ftesën, i nderuar. Është kënaqësi që të jem në studio me miq dhe sigurisht specialistët që menaxhojnë në tërësi emergjencat civile dhe krizat në shkallë vendi. Atëre, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, institucion i cili unë drejtoj prej disa kohësh, është institucioni përgjegjës i qeverisë shqiptare në fushën e përgjegjësisë së Ministrisë së Mbrojtjes, i cili bazuar ligjit 45 për mbrojtjen civile, mbi bazën e një reforme organizative, strukturore dhe ligjore, miratuar në korrik të 2019-s, tashmë në përputhje plot me direktivat e Bashkimit Evropian për menaxhimin e fatkeqësive natyrore, në bazën e vlerësimit të riskut dhe të strategjisë kombëtare për zvogëlimin e rrezikeve për fatkeqësitë natyrore dhe për të gjitha fatkeqësitë e tjera që mund të ekspozojnë vendin tonë. Prej vitit 2023, Shqipëria është e kompletuar edhe me bazën nënligjore që derivon nga ligji 45 për mbrojtjen civile, sikurse është dokumenti kombëtar i zvogëlimit të rrezikut nga fatkeqësitë natyrore, nëpërmjet të cilit janë identifikuar në nivel kombëtar 6 rrezike kryesore që ekspozojnë vendin tonë, sikurse janë përmbytjet, zjarret, tërmetet, bllokimi rrugëve nga të bora dhe orteqet, aksidentet teknologjike dhe pandemitë. Ky dokument shumë i rëndësishëm, i hartuar me eksperiencën dhe me kontributin e të gjithë ekspertëve kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar, është suportuar nga një nga partnerët tanë kryesor strategjik, që është UNDP-ja, e cila ka mundësuar bashkimin e të gjithë ekspertëve në komponentët respektiv për hartimin e kësaj strategjie, e cila është me afat deri në 2030. Natyrisht që në bazë të ligjit për mbrojtjen civile i është përcaktuar qartësisht dhe saktësisht se përveç dokumentave në nivel kombëtar hartohen dhe udhëhiqen edhe me dokumenta në nivel vendor dhe rajonal për emergjencat civile ose më saktë për mbrojtjen civile në tërësi. Dhe ne, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, e cila koordinon drejt për së drejti implementimin e strategjisë për zvogëlimin e rrezikut, është duke punuar dhe ka punuar intensivisht në të gjitha bashkitë dhe prefekturat, të cilat e kanë këtë detyrim për ta hartuar mbi bazën e rrezikeve që ekspozohen drejt për drejt. Levin, si paraqitet Shqipëria krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian të NATO-s në raport me emergjencat civile, me standardet e emergjencave civile?
Natyrisht, kjo është një pyetje që jam shumë i bindur që drejtori e di normalisht më saktë se ne tjerët, por një gjë është për të thënë dhe unë fakt do ta nisja vlerësimin në raport me riskun dhe me atë çka paraqet vendi jonë. Shqipëria llogaritet sipas gjitha vlerësimeve vendi 112 për nga risku nga 191 vende që janë marrë në studim. Pra praktikisht hym në zonën ose në kategorinë e vendeve që kanë rrisje jo të vogla në raport me emergjencat apo fatkeqësitë natyrore. Kjo praktikisht ka sjell ndër vite dhe një kosto jo të vogël për vendin dhe për qytetarët, në raport me angazhimin e institucioneve në këto procese, në raport me faturën financiare dhe në raport me pagimin e dëmit që shteti merr zakonisht përsipër për qytetarët që preken nga rrisje të tilla. Praktikisht që prej vitit 2022 ne jemi pjesë e mekanizmit evropian të mbrojtjes civile, duke qenë vend antar i NATO-s, gjithashtu jemi pjesë e mekanizmit të NATO-s për mbrojtjen civile dhe praktikisht e thënë në terma teknik, vendi nuk është vetëm në rast situatash tilla. Kjo është dëshmuar edhe gjatë tërmetit të tmerrshëm të vitit 2019 ku patëm në një kohë rekord mbi 40 ekipe shpëtimi mos gaboj nga gjithë vendet anëtare të NATO-s dhe BE-s, por edhe vende mike dhe partnerë tjera që u gjenden në vendin tonë në një situatë tillë. Dhe Shqipëria sot që flasim, siç e tha drejtori, edhe me kompletimin e bazës ligjore, po edhe në mënyrën se si ka ndodhur një lloj reforme brenda mekanizmit të emergjencës civile, renditet në vendet me strukturën më të mirë, jo më të mirë, po mund të them ndër strukturat e mira dhe të shëndetshme të veprimtarisë së emergjencave civile. Praktikisht përveç kuadrit ligjor, është bërë një investim jo i vogël edhe sa i takon kapaciteteve teknike, por edhe kapaciteteve njerëzore për trajtimin e personelit që merr pjesë në procesin e emergjencave civile. Por duhet jemi koshient që qytetarët me drejt kërkojnë gjithmonë më shumë nga shteti, emergjenca civile, kriza, apo fatkeqësitë natyrore, apo larg qoftë se jo edhe një gjendje ku mund të mendohet edhe një situatë më e rëndë se sa emergjenca civile. Qytetarët kanë rolin e tyre për të bërë dhe duhet të jenë në krah të autoriteteve për të kryer edhe ata detyrën e tyre. Nuk mjafton që të jemi konstatues të mirë, nuk mjafton që të ngremë gjithmonë gishtin nga institucionet, por duhet që të ndodhi ajo që brenda NATO-s sot quhet domestic resilience, pra rritja e kapaciteteve kombëtare, por rritja edhe e vetdijes kombëtare, rritja edhe e edukatës kombëtare, që qytetarët janë aksionerë në vendin e tyre dhe në përqindjen e tyre të aksionit japin kontributin për të mbështetur institucionet në rast të krizash, sepse asnjë institucion nuk e del vetëm. Zoti Cara, ju jeni një drejtues i lartë, drejtori një institucion shumë të rëndësishëm si është mbrojtja nga zjarri. Dikur ishte MNZ, tani është MZSH, mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi. Dhe gjatë periudhës verës, shqiptarët ndeshen me zjarret masive, të cilët djegin jo vetëm pyjet, por dhe banesa. Tipologjia ka ndryshuar, kushtet klimaterike sigurisht ka ndryshuar, pa ka ndryshuar ky lloj shërbimi. A është ky shërbimi investimi i dur, gjendja teknologjike e mjeteve, e kapaciteteve dhe burimeve njerëzore? A është një gjendje ky shërbim sot me këtë organizim që varet nga ministria apo nga pushteti lokal të kryejë detyrat në territor për e para për parandalimin dhe e dyta sigurisht për përballuar këto rreziqe të zjarrit? Atëherë, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi funksionon mbi bazën e ligjit 152/2015, pra i ndryshuar në vitin 2015. Ky shërbim në këtë vit u decentralizuar pranë pushtetit vendor, gjë cila bëri që të kishte një rendiment mjaft të mirë në rritjen e kapaciteteve logjistike, njerëzore dhe të gjithë dhe infrastrukturës. Nëse në vitin 2015 shërbimi zjarfix dispononte 750 zjarfix, sot në Republikën e Shqipërisë kemi rreth 1389 punonjës zjarfix profesionistë. Pra, kemi dhe 22 stacione më shumë zjarfikse në disa bashki ku më përpara mbuloshe nga prefekturat e qarkut. A ka norma në raport me popullsinë, për shembull për sa banor do të ketë në shërbim? Patjetër do dalë dhe aty. Atëherë, raporti norma, ligji 152/2015 e ka normuar zjarfiksit 1500-2000 banor një zjarfiks, që do të thotë në këtë raport ne nuk jemi sot aktualisht për sa i përket shërbimit zjarfiks në raportin banor zjarfiks, siç edhe çdo vend botës nuk kanë në raport me proporcion me ligjin, por kemi shtuar më shumë kemi dyfishuar pra zjarfiksit profesionist, kemi arritur që të investojmë në mjete, në logjistik, gjë cila
është ndjerë dhe është parë dukshëm edhe në ndërhyrjet operacionale që kemi pasur jo vetëm në sezonin e verës në këtë vit, por edhe vitin e kaluar në 2024, për të bëjmë një statistikë, pra zjarret në 2024 ka qenë më shumë, se sa në vitin 2025 numri i zjarreve. Ka pasur rreth 20% më shumë zjarre se në vitin 2025, dhe kjo ka bërë që në këtë vit parandalimi ka funksionuar. Stacionet zjarr fikse, ngritja e grupeve vullnetare në njësitë vendore, pra takimet që janë organizuar nga pushteti qendror dhe ai vendor, bashkëpunimi me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile që ka qenë në çdo rast, në çdo moment, nuk ka munguar, ka bërë që të ndërhyet në kohë dhe dëmet në njerëz të jenë minimale, pothuajse fare, përveç se në rastet kur në rastin e Gramshit në Llamarin ka qenë vetë personi ai që shkaktoi dhe gjeti dhe fatkeqësisht vdekjen. Në rastet e tjera, shërbimi zjarrfiks ka funksionuar dhe ka përballuar me sukses zjarret, patjetër të ndihmuar dhe nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile me strukturën e saj tashmë të kompletuar me forca tokësore, ajrore dhe gjithçka me gjitha asetet që ai disponon. Do të nushi. Ne jemi mësuar që gjithmonë policia është në vijën e parë. Në çdo ngjarje, policia dhe emisioni ka marrë titullin Alo Policia, sepse gjithë duhet i drejtohemi këtij institucioni, sikurse dhe të gjitha institucionet tjera që duhet të jenë në harmoni. Në drejtorinë e përgjithshme ku jeni ju drejtues, ju jeni drejtues i sallave të menaxhimit të emergjencave civile, mos gaboj? Sa salla janë të organizuara, janë mbas qarku, si funksionojnë? Si është lidhja dhe raporti i lidhjes midis sallave të policisë, emergjencave civile, të shërbimit zjarrfikës dhe të shërbimit të ambulancave? Atëre strukturat e policisë shtetit rolin kryesor në gjatë shërbimit të tyre, kontrollit të territorit, e kanë në fokus mbrojtjen e jetës të pronës, kontrollin e territorit në përgjithësi, dhe kjo realizohet nëpërmjet shërbimeve në terren, të cilat janë të ndara sipas njësive administrative, zonave policore, që funksionojnë aktualisht në çdo komisariat të policisë. Këto shërbime, gjatë kryes së detyrat të tyre funksionale, grumbullojnë informacion, të cilin nëse konsiderohet dhe vlerësohet si një ngjarje, ajo transmetohet direkt tek EPRORI dhe tek salla e komandimit. Kjo është një sallë të cilat janë të organizuara në bazë të strukturave policore vendore, duke filluar që nga stacionet e policisë, nga komisariatet e policisë në drejtoritë vendore dhe në drejtorinë e përgjithshme. Sallat e komandimit sapo marrin informacionin dhe vlerësojnë që duhen struktura për menaxhimin e kësaj ngjarje, marrin masat për njoftuar strukturat përgjegjëse në bazë të karakterit që ka ngjarja. Dhe këto janë të normuara, këto në bazë të procedura standarde, kanë edhe kohën e tyre të cilat duhet të zbatohen sa më shpejt jetë e mundur, por jo më shumë se sa kohë e parashkuar. Aktualisht strukturat tona janë duke bërë të themi testime dhe duke kërkuar që koha e reagimit të strukturat policore të ulet në maksimum. Aktualisht ne kemi një kohë reagimi të strukturave policore që mund të llogaritet tek 13 minuta, varet edhe nga largësia ku është informacioni për ngjarjen, por në varësi dhe të largësisë, kuptohet që kjo kohë edhe mund të jetë më e madhe. T'i kthehemi funksionimit të sallave në rast të emergjencave, e cila normalisht është një ngjarje, por duke qenë se është një ngjarje me masa të mëdha, është një ngjarje me shtrirje të madhe në një komisariat, në një qark ose në disa qarqe,
Atëherë patjetër del në pa roli i shumë i rëndësishëm i sallave të komandimit për të njoftuar strukturat përkatëse sipas karakterit të ngjarjes, e cila mund të jetë një përmbytje, mund të jetë një zjarr, mund të jetë një tërmet, mund të jetë një rast i cili duke u bërë disa raste mund të jetë një epidemi, siç e tha drejtori. Dhe në varësi të karakterit, siç tham, të emergjencës, njoftohen dhe strukturat me të cilat ne bashkëpunojmë. Nëse një ngjarje e cila nuk mund të menaxhohet vetëm nga strukturat policore, ne menjëherë nëpërmjet sallës vendore, sallës së Komisariatit të Policisë, njoftojmë emergjencat e bashkisë të parat, të cilat mbasi e vlerësojnë dhe karakteri i ngjarjes shtrihet në disa komisariate, njëkohësisht njoftohet dhe salla e drejtimit të drejtorisë vendore. Njoftohen drejtuesit kryesorë të drejtorisë vendore, të cilët marrin kontakte me emergjencat civile të cilat janë në prefekturë. Në varësi të emergjencës krijohet shtabi i emergjencës civile në bashki, në prefekturë, ku përfaqësuesi i policisë komunikon, vlerëson, grumullon informata dhe i transmeton në shtabin e emergjencës, duke parashikuar dhe veprime të tjera të cilat ne kemi, veprime që janë gjatë kryerjes së detyrës son funksionale 24 orë, të cilat janë me themi mbarvajtjen e trafikut, njoftimin e urgjencës mjekësore, zjarr fikses. Do të vim edhe kjo organizimi, do t'ju pyes në mënyrë të veçantë edhe për organizimin, se si këta funksionojnë, po kthehemi tek zoti Çako. Ju keni qenë drejtor i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, sot jeni në një rol shumë të rëndësishëm siç janë emergjencat civile. Sa ekipe të tilla ka në territor? A keni ju forcat mjaftueshme në rastet e situatave të rënduara, apo themi të shtrirura në shkallë vendi, sepse nuk e di, kemi emergjenca që vijnë për shkak të ndryshimeve klimatike, apo vijnë për shkak të infrastrukturës, të mos menaxhimit të ujërave etj. Atëherë, për të sqaruar qartësisht, sistemi i mbrojtjes civile në Shqipëri është një model nga më të avancuarit në Bashkimin Evropian. Ligji, sikur thash edhe më parë, është i unifikuar me legjislacionin evropian dhe direktivat e Bashkimit Evropian për menaxhimin e fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera janë përcaktuar dhe pasqyruar qartësisht në ligjin 45 për mbrojtjen civile. Sikur e tha dhe drejtues Nushi, ka një organizim i cili është përsëruar në këtë ligj, ku kemi të bëjmë me institucione, struktura dhe operatorë që kompletojnë sistemin e mbrojtjes civile në Shqipëri. Strukturat operacionale të cilat janë pjesë e sistemit të mbrojtjes civile në Shqipëri janë 5, ku mund të them një nga strukturat më të rëndësishme dhe më aktive, sigurisht që është mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi, është Policia e Shtetit, janë forcat e armatosura, urgjenca mjekësore dhe njësitë vullnetare. Të 5 këto njësi, të suportuara, të mbështetura dhe nga institucionet dhe strukturat dhe sidomos njësitë e pushtetit vendor, të cilat janë përgjegjësit kryesore në bazë të këtij ligji për të menaxhuar që të gjitha emergjencat civile dhe fatkeqësitë, sepse ligji ka përcaktuar një nga parimet bazë, që është parimi i subsidiaritetit, që do të thotë menaxhim sipas përmasave të emergjencës, ose më saktë përmasave të shtrirjes, por edhe kapaciteteve menaxhuese. Pothuajse që të gjitha bashkitë, njësitë vendore, prefekturat, institucionet janë të detyruara në bazë të ligjit për mbrojtjen civile dhe të planit kombëtar të emergjencave civile të deklarojnë kapacitetet për çdo fatkeqësi natyrore dhe për menaxhimin e emergjencave civile. Në këtë aspekt, më duhet të theksoj se prej disa kohësh funksionimi i këtij koncepti, i mekanizmit ndryshe nga
nga koncepti më parshëm se strukturat mund të ishin të pavarura nga njëra tjetër në menaxhimin e emergjencave civile, sot, tashmë, janë të gjitha të inkorporuara, ato kombinojnë, komunikojnë dhe ndërveprojnë në kohë reale, sikur e tha dhe zoti Nushi. Rastet janë evidente të pa diskutueshme, duke filluar që nga menaxhimi i fatkeqësisë 26 nëntori 2019 të stërmetit me përmasa dhe me pasoja të jashtëzakonshme deri në humbje një jetë njerëzish apo në shkatërimin e institucioneve, të godinave dhe të rreth 33 objekteve të banimit, qofshin ato kolektive apo individuale. Por edhe në rastin e menaxhimit të zjarreve, të cilat vit për vit po bëhen edhe më problematike. Kjo faktorët pastaj janë një sër elementësh të cilët mund hanë diskutim pse jo edhe në një temë tjetër, por faktori njeri në zjarret mbetet determinant, sikurse është dhe faktori që ju thatë pikërisht ndryshimi i klimës. Sot, po thuaj se gjithë vendet e Bashkimit Evropian apo dhe në nivel global kanë hedhur syt dhe kanë përqendruar që të gjitha investimet drejt për së drejti për parandalimin e hershëm, për paralajmërimin e hershëm, për parandalimin në kohë, por dhe për marrjen e masave, për ta bërë vendin më të qëndrueshëm, më të ballafaqueshëm me këto pasoja, pasi kostoja ekonomike dhe financiare edhe e vendit tonë ashtu sikurse edhe vendet e tjera është shumë e lartë për shkak të fatkeqësive natyrore, të cilat do të duan një investim paraprak shumë të madh, sepse në përvojën e Bankës Botërore dhe të gjithë institucioneve qendrore të Organizatës Kombeve të Bashkuara përcaktuar qartësisht se investimi i $1 përpara se të menaxhohet është përfitimi $7 në momentin e menaxhimit. Domethënë ka një raport. Por, sikurse e përmendi dhe drejtori, tashmë prej vitit 2018, ku raporti Bankës Botërore e ekspozonte Shqipërinë si të parën në Evropë dhe të 12 në nivel global, për nga ekspozimi, mund të themi që ne ka ndryshuar pozicioni, ka ndryshuar vlerësimi totalisht, dhe kjo është fal një reforme të jashtëzakonshme që qeveria shqiptare ka ndërmarrë pikërisht në konceptin e aktivitetit të ndërveprimit të institucioneve dhe të strukturave për menaxhimin e fatkeqësive natyrore. Është vërtet që ka ndjeshëm, domethënë, siç ka edhe përmbytje, pasi Shqipëria është një vend hidrik i konsiderueshëm, që përshkruhet nga shumë lumej, edhe intensiteti i rreshjeve në kohë të caktuara shumë herë më i lartë se ka ndryshuar në një jurisdiksion të caktuar, pse jo dhe në një zonë të kufizuar. Kalojmë një moment në hapësirë publicitare dhe rikthehemi pas pak. U kthyem përsëri në pjesën e dytë të emisionit Alo Policia. Gjatë kësaj kohe kemi pasur mundësi të vazhdojmë debatin dhe sigurisht duke dhënë argumenta. Kthehem tek zoti Dervishi. Shpeshherë në të gjitha rastet e emergjencave, përveç policisë, del dhe ushtria. Dhe shikojmë gjithmonë ministrat e mbrojtjes, të cilët dalin, komunikojnë, takojnë dhe qytetarët. Kush është roli i ushtrisë? Pse del ushtria? Ka sektor të emergjencave dhe në cilët raste thërritet ushtria? Siç e tha dhe me drejt drejtori gjatë diskutimit që patëm në pjesën e minutazhit të reklamave, që ka një gabim edhe perceptimi në opinionin publik. Pra konsiderohet sikur emergjencat janë domeni i Ministrisë së Mbrojtjes ose domeni i Forcës Armatosur. Në fakt, Forca Armatosur si aset strategjike dhe si një kapacitet kombëtar më i madh praktikisht se agjencitë e tjera, është në ndihmë të emergjencave civile. Dhe praktikisht emergjencat civile nuk janë vetëm punë e Ministrisë së Mbrojtjes ose e Forcës Armatosur. Ato janë një mekanizëm kompleks, ku së pari fillon nga qytetari në teren, shkojmë ke bashkitë, prefekturat, agjencitë e tjera, derisa mbrin fjala ke Forca Armatosur. Pra, praktikisht ne jemi një aset që vijemi gjithmonë në dispozicion të krizës apo të situatës me kërkesë të agjencisë, sepse nuk diskutohet që edhe nga pikpamja ligjore agjencia është pjesë e mekanizmit të madh të Ministrisë së Mbrojtjes, për arsye koordinimi, për arsye menaxhimi, për arsye kapacitetesh, për arsye
edhe të një lloj tradite, po edhe të faktit që rrjeti i forcës armatosur në teren është gjithmonë më efikas. Por ushtria nuk mund të konsiderohet gjithmonë hapi i parë i emergjencës civile. Shumë vende tjera brenda NATO-s e kanë të përcaktuar qartë rolin se si ndërfuten mekanizmat e lojës derisa vjen radha ke ushtria. Se rregull momentin që radha vjen ke ushtria, presupozon që ai është aseti më i madh që ju mund të vini si shtet në dispozicion të një krize ose në dispozicion të një situate. A ka mjete përveç burimeve? Patjetër që forca armatosur i ka mjetet dhe ju e keni vënë re për shembull që gjatë verës, gjatë zjarreve këtë vit, por qoftë edhe gjatë tani javës fundit me përmbytjet, forca armatosur ka qenë aty me paktën rreth 2000 apo 3000 trupa të angazhuara gjatë verës në funksion të fikjes zjarreve, me 6 helikopterë, me qindra mjete nga të 3 regjimentet e forcës toksore, me mbështetje nga toka, deti dhe ajri. Kemi vendosur në dispozicion dronë dhe për herë të parë për shembull gjatë verës të vit arrinim që ta shpëtonim llogaran duke përdorur edhe dronet me pamje termike gjatë natës për ta mbajtur kontroll zjarrin dhe të mos dilte jashtë zonës ku u evidentua në fillim. Pra, forca armatosur është gjithmonë aty për të përgjigjur, por nuk mund të konsiderohet se zjarret apo përmbytjet në thonjza janë punë e ushtrisë. Ushtria është aty për të ndihmuar, por nuk është per se ushtria ajo që pritet zgjidhja me patjetër për të anashkaluar apo për zgjidhur situatën. Ushtria ka qenë tradicionalisht siç ka qenë gjithmonë aty, por duhet më shumë nga strukturat e tjera, duhet më shumë nga parandalimi, duhet më shumë nga komuniteti, duhet më shumë nga bashkitë, duhet më shumë nga agjencitë e tjera ligjbatuese derisa fjalat vijnë ke ushtria. Pra, duhet të konsiderojmë si shoqëri dhe si institucione që kur ta përdorim ushtrinë për këto lloj krizash, duhet jemi realisht si shoqëri më të maturuar. Sepse është aseti maksimal që mund të vëri shteti në dispozicion. Përtej ushtrisë nuk ka një organizëm tjetër më të madh që mund të shërbejë kësaj kauze. Por është edhe fatkeqësi të themi që në çdo lloj rasti zjarri ne shikojmë që gjithkohës kërkohet helikopteri. Që të ngresh një helikopter në fluturim është minimumi është 6.000 euro kosto për buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes ose Forcës Armatosur një orë fluturimi. Një operacion në ditë i angazhimit të Forcës Armatosur në terren është me një kosto disa fish më të lartë se agjencitë e tjera që është kosto për taksapaguesit. Natyrisht, a kemi ne nevojë për më shumë mjete, a kemi ne nevojë për më shumë kapacitete? Gjithmonë kapacitetet e mjetet janë domosdoshme, por duhet të kuptojmë edhe diçka tjetër. Edhe sikur gjithë buxhetin për 500 milionë euro që ka Ministria e Mbrojtjes ne ta vëmë në dispozicion të emergjencave civile apo në dispozicion zjarrfikseve, prapë nuk do të dalim. Sepse ke ne si shoqëri duhet ndryshoj qasja që ne kemi ndaj emergjencës ose ndaj krizës. Nuk mund të jenë mirëfilli vetëm institucionet nga cilit duhet drejtohet gishti. Në gjitha vendet anëtare të NATO-s dhe të BE-s, hapi i parë është komuniteti. Hapi i parë në thonjza janë ato që gjeneratat para nesh i quajnë çetet e lagjes. Pra, është lagja, është njësia e banimit, është pallati, janë administratorët e pallateve, janë detyrimet që dalin nga ligji i bashkëpunësisë. Pra, duhet të jetë një rrjet i cili duhet të jetë shumë herë më i gjallë, të japë informacion korale, të japë ndihmën e parë dhe të bëj kontributin e parë para se të jetë nevoja për të angazhuar zjarrfiksja, agjencia, Ministria e Mbrojtjes, Forcat Armatosura dhe gjithë kapacitetet me radhë. Pra ne si shoqëri duhet ta ndryshojmë këtë lloj qasje. Nuk mund të kërkojmë gjithkohës thjesht vetëm angazhimin e institucioneve dhe kapaciteteve shtetërore për zgjidhur një situatë. Zoti Cara, ne gjatë verës kemi të njëjtat probleme. Gjithmonë kemi djegjen e pyjeve, djegjen e banesave, probleme me bizneset, kryesisht kur ata bien biznese, rastet e qendrave komerciale, rasti i Fierit apo qytete të tjera të cilët janë probleme dhe nuk është vetëm një problem shqiptar, por një problem botror. Para pak ditësh pam edhe këto ndërhyrjet në ngritjet vertikale, Tirana po ngrihet shumë vertikalisht. A jeni ju gati? A keni ju teknologji? Një punojës i shërbimit zjarrfiks, çfarë shkolle bën? Si bësh zjarrfikës? Sepse gjithë pyesin zjarrfikës, mirë po se e dim, sepse duhet bësh akademin. A ka, për shembull, unë kam pasur mundësi të vizitoj në Rom një shkollë të shërbimit zjarrfikës. Ata i përgatisin nga shkolla, të cilët i certifikojnë. Po Shqipëria e ka këtë shkolla, po shkojnë në akademi, thjesht edhe për këtë gjë. Dhe shpeshherë themi që një shkallë për të hapur do një lartësi të caktuar. Distancat mes pallateve janë bërë të tilla që shumë e vështirë të hapësh një shkallë 13 metra apo sa është gjatësia e shkallës për të vendosur atë për të bërë një shërbim në mënyrë vertikale. Atëherë çfarë teknologjie duhet të ketë dhe a mund ta ndryshojmë këtë që kemi, sepse me sa shohim s'keni mjete 4x4, keni vështirësi në raporte me vendet ku relievi është i vështirë. Ndërhyrjet nga ajri nuk janë zgjidhje sepse kosto e helikopterit apo kosto të tjera që vijnë.
Kolegu e pregu shumë mirë që çdo gjë vjen nga ndërgjegjësimi dhe duhet filloj nga vetë qytetari dhe më pas të shikohen dhe strukturat, pra organizata ligjzbatuese të cilat e kanë detyrim ligjor që të merren me parandalimin dhe me gjithçka ka të bëjë me ruajtjen e jetës pronës së qytetarit. Patjetër që gjithë këto që ju përmendët sot janë fakt dhe ekzistojnë në vendin tonë, por jo vetëm në vendin tonë, dhe në vendet e tjera ka probleme me rrugët, ka probleme me gradaqelat, me gjithë këto ndërtimet infrastrukturën ndërtimore, ka probleme me logjistikën dhe edhe ne si vend e kemi këtë problem. Aktualisht sot çdo subjekt i cili ndërton në Republikën e Shqipërisë i nënshtrohet një projektit mbrojtjes kundër zjarrit dhe shpëtimit, i cili hartohet nga një ekspert i licencuar, duke pasur në brendësi të këtij projekti është sistemi arkitektonik, konstruktiv, hidrik, mekanik, i cili ka në vetvete mbrojtjen aktive dhe mbrojtjen pasive të një objekti i cili është ndërtohet në Republikën e Shqipërisë, në qytetin e Tiranës apo në çdo cep të Shqipërisë. Që do të thotë të gjitha masat parandaluese që duhet marrë një subjekt janë të parashikuar në ligj sot. Përpara se një subjekt në 38 i ligjit 152/2015 ka përcaktuar qartë. Planifikohen fonde financiare për të gjitha objektet dhe subjektet që personat fizik apo juridik, vendas apo të huaj kushdo qofshin ata, të marrin masa parandaluese për këto objekte. Ka një përmirësim të dukshëm në këto objekte sot. Në sistemet hidrike, në sistemet diktim sinjalizimit, sistemet automatike shuar e zjarrit, deri tek sistemet pra objektet me lartësi mbi 80 metra që duhet të kenë pistë helikopteri për evakuimin e njerëzve. Sot projektet e mbrojtjes kundër zjarrit nuk miratohen nëse nuk kanë këto kritere. Duke marrë këto masa, shërbimi zjarfiks do ta ketë më të lehtë nesër që të përmirësojë, pra të përmirësohet duke ndërhyrë për të reaguar edhe më shpejt, por edhe për t'i ardhur në ndihmë qytetarit në kohën kur ai ka dhe vetë nevojë. Dalim tek rrugët sot që flasim. Patjetër që kemi rrugë të ngushta, por unë do ta konsideroja më shumë se sa kemi rrugë të ngushta problem të vetë qytetarëve që parkojnë vende pa vend. Sot aktualisht që flasim, parkinget janë dyshe, treshe dhe mos themi që lihen mjetet praktikën në mëshirë të fatit që në një mënyrë sa nuk arrin dot të kaloj një autovetur, jo një kamion me kapacitete siç është një automjet zjarfiks, një autoshkallë që përmendi 16 metra, jo një autoshkallë është 32 metra, është dhe 54 metra, po që të hapet një autoshkallë 54 metra, kërkon ka një perimetër gjerësie, por edhe gjatësie, ku kërkohet që ky ambient të jetë i lirë në mënyrë që të ndërhyjet në një kohë sa më të shkurtër dhe të jetë eficient në fund të ditës. Në rastin e fundit që ju keni parë dhe keni dëgjuar në Unazën e Re, ku një zjarfiks shpëtoi 2 fëmijë, pra u konsiderohet si hero. Zjarfiksit çdo ditë shpëtojnë fëmijë. Nuk është vetëm ky rast që kapën mediat që ai shpëtoi. Bëri detyrën, është detyrë e tij që shpëtoi jetë njerëzish çdo ditë. Pra, jo vetëm jetën e njerëzve, gjës gjallë të pasurisë të qytetarëve, por që ne të shpëtojmë jetë njerëzve, të jemi eficient në atë çfarë duhet, patjetër që na duhet ndihma e vetë qytetarëve që ata të lajmërojnë në kohë, të dinë ku ta bëjnë lajmërimin. Është shumë e rëndësishme nëse ti lajmëron në numrin 128 ose në numrin 129, 127 ose 112. Pra, kjo thirrje do të vi në momentin e caktuar, në vendin e duhur, në mënyrë që reagimi të jetë në kohë, në një kohë sa më të shkurtër. Nëse në ligjërisht dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave një zjarfiks do të dalë 40 sekonda nga reparti në gjatë ditës dhe 60 sekonda gjatë natës, nëse telefonata do të vi në kohë, do të jetë e saktë në ato çfarë do të jepet në sallën e operative, ne do të jemi shumë më të suksesshëm në mbrojtjen e jetës së çdo qytetari. Shkon në qytet, a ka pika hidrante? Dhe mirë, në rastet e pyjeve marrim avionet, helikopterët, marrim nga ujë, nga deti apo nga liqeni, nga basenet, edhe ashtu. Po në qytet si do të bëhet? A ka pika hidrante në qytet? Patjetër që dhe nga mbushen këto shërbime, sepse marrim rastin e një ndërhyrje, është në gjendje ta me një makinë apo me 2 makina ta mbulosh territorin? Jo vetëm në qytet që ne i përdorim hidrantet të qytetit ku ata punojnë, patjetër ka hidrantet që edhe nuk punojnë. Ne në bashkëpunim me Ysielsin marrim hartat e hidranteve të zjarfikseve, pra pushteti vendor gjithmonë flasim zjarfiksit, marrin hartat dhe evidentojnë hidrantet që janë në funksion dhe ata hidrantet që nuk janë në funksion. Por në çdo rast, vetë
ndërtuesi që ndërton një pallat ka rezerva ujore për ta mbajtur zjarrin 30 deri në 60 minuta vetëm me depozita qaj ka rezervuar vetëm për sistemin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin. Dhe gjithë depozitat dhe të gjitha asetet që ai disponon është i detyruar të vënë në funksion të shërbimit zjarr fiks për të luftuar llatrën e zjarrit kudo që ai ndodhet. Në çdo rast që ne kërkojmë për të na vënë në dispozicion e ka detyrim ligjor. Pra, të gjithë për sa i përket shkollës së zjarr fikseve, ne akoma nuk kemi një shkollë pikërisht të posaçme për shërbimin zjarr fiks. Aktualisht ne me Akademinë e Sigurisë po zhvillojmë kurse të pranimit të rekrutimit të zjarr fiksëve 2 javore, 7 ditor kurrikulum miratuar dhe akredituar dhe kurse të rritjes në gradë që janë 35 orë, pra por që janë patjetër që janë pamjaftueshme për një zjarr fiks, pasi një zjarr fiks i certifikuar dhe që dalë i mirë trajnuar që të shërbejë qytetarit në një kohë reale dhe me këto kushte që ne kemi, duhet kryej një shkollë të paktën në një vit dhe më pas dalë dhe punoj dhe prap do t'i duhet të trajnohet sepse çdo ditë ndryshon mënyra edhe taktika e shuar e zjarrit, pasi asnjë ngjarje nuk i ngjan në një ngjarje. Pra keni një hartë të rrezikut ju në qytet, flas për Tiranën me një densitet të tillë, për shembull, supozojmë tregu Çam, ishte uzina Dinamo, ato tregjet e mëdha, ato janë të frikshme, domethënë, nëse do të kemi rënë zjarri, mendoni për çfarë fatkeqësisht mund të jetë dhe sa e vështirë mund të jetë ndërhyrja një shërbimi. Në çdo rast, neve drejtorive dhe sektorëve nivel vendor ua kërkojmë këtë gjë, pasi është detyrë e kryetarit të bashkisë në 9 e ligjit 152, kryetari i bashkisë e detyron që të investojë për shërbimin zjarr fiks në infrastrukturën logjistike, në pajisje, në trajnimin, në gjithçka, pra i duhet shërbimi zjarr fiks. Decentralizimi këtë kanë kuptuar që shërbimi zjarr fiks të menaxhohet nga vetë kryetari i bashkisë. Patjetër që ka bashki që nuk e menaxhojnë dot për shkak të fondeve që ata nuk munden, por në çdo rast jo vetëm pushteti qendror, por Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në çdo rast ka dhënë ndihmën e saj, ka akorduar dhe ka nxjerr fonde të posaçme, kanë dhe 4% që drejtori do ta përmend vetë që duhet ta përdorin për përmirësimin e infrastrukturës në mënyrë që çdo gjë të jetë efikase. Në çdo rast, në rastet e zjarreve në Pyje dhe Kullota, ku shërbimi zjarr fiks tashmë e ka në përgjegjësinë e saj, duhet që kryetarët e bashkive të marrin masa për hapjen e agjenaturave, të brezave, të rrugëve në mënyrë që të aksesohet me mjete. Në çdo rast ku mjetet aksesojnë, zjarri parandalohet dhe fiktimiko reale. Aty ku nuk kemi mundësi të aksesojmë me ato mjete, vështirësohet puna dhe dalim pastaj te kërkesa e Ministrisë Mbrojtjes, helikopterëve dhe do të kthehem përsëri tek ju se ka shumë pyetje për të bërë. Do të thonë, më mirë është parandalosh se sa të kurosh. Filozofia e njohur. Parandalimi është shumë i rëndësishëm. Roli i Ministrisë Brendshme, i Policisë Shtetit në drejtim të zjarrvënësve, sepse jo gjithçka, të paktën një pjesë e zjarreve nuk vjen vetëm thjesht nga ndryshimet klimatike, po vjen edhe nga zjarrvënësit, të cilët edhe në rastet që ka bërë evidentimin dhe arrestimin Policia e Shtetit, vazhdon të jetë një problem i vërtetë më shqetësues. Por dhe rastet që vjen edhe për shkaqe natyrale, për shembull, a janë ato brezat që janë midis pyjeve për të krijuar distancat, poshtë të shtyllave tensionit lart, a ka policia këtë detyrë të bëjë kontrollin, e ka shërbimi zjarr fikës, e kanë emergjencat civile, kush e ka këtë detyrë? Të paktën për të evidentuar dhe për të vënë përpara përgjegjësisë, por duke vënë detyrë se ja ne po flasim për përmbytjet, jemi drejtori vjen nga përmbytjet, vjen nga zonat me probleme. Po vjen përsëri vera dhe për verën duhet fillosh në janar, masat për periudhën e verës. Atëherë roli i policisë shtetit në raste të tilla, siç e tham, për kontrollin e territorit në 24 orë, marrja e informacionit është baza. Koordinimi i veprimeve me strukturat të cilat përgjigjen për themi parandalimin e
dëmeve të mëdha, edhe kjo është një detyrë e rëndësishme, por një nga detyrat kryesore të policisë së shtetit është parandalimi dhe zbulimi i veprimtarisë kriminale. Nga eksperienca dhe nga gjithë analizat që janë bërë, pretendojmë që shkaqet e zjarrvënies nga raste natyrore, pothuajse mund të shkojnë drejt zeros ose janë minimale. Çdo zjarrvënie përgjithsisht ka një autor, ka një dorë. Jemi të impenjuar maksimalisht, janë bërë përpjekje të mëdha për gjetjen e autorësisë. Në shumë raste, autorët kanë vajtur para drejtësisë. Por, siç ndodh dhe në vendet e tjera, zjarrvënia është një aktivitet kriminal i vështirë për të provuar. Është i vështirë. Në shumë raste, ato quhen aksidentale. Dikush thot e hodha pa dashje cigaren. Dikush thot nuk e mendova që ky zjarri që do ndizja këtu, do merrte malin. Mendova se do digja vetëm mbeturinat e kopshit, edhe se mendova që zjarri do kalonte. Gjithsesi, kjo nuk i përjashton nga policia penale. Është e vërtet që parandalimi jo vetëm në rastin e zjarreve apo shpërndarjen e zmadhimin e hartës, themi, të një ngjarje, është shumë herë më e rëndësishme ta parandalosh, duke marrë parasysh ato që tha drejtori të vlerave financiare, dëmeve materiale dhe deri te humbja e njerëzve që shkaktohen për shkak të këtyre ngjarjeve. Ne kemi bërë disa trajnime edhe me organizatë ndërkombëtare, si tha drejtori me PNUD-in, të mbështetur nga qeveria suedeze, dhe është një synim ose një qëllim i rëndësishëm ndërgjegjësimi i komunitetit që në çdo moment që ndodhet të jetë i përgatitur për çfarë duhet kërkoj, kë duhet njoftoj dhe çfarë veprimesh duhet të kryej ai personalisht. Patjetër që numrat e policisë shtetit përfshirë edhe që 12-ën i cili është i emergjencave civile, por me një marrëveshje të përbashkët aktualisht e menaxhon policia e shtetit, është në dispozicion dhe nuk ka patur asnjë rast që të pretendojmë që nuk kanë gjetur mbështetje ose nuk i ka vajtur struktura përkatëse për ndihmë. Mund të ndodhi një blackout, një shkëputje, mund të ndodhi një rast, por këto janë sporadike. A do ta zgjidhim në problemin e parandalimit zjarreve, sepse të njëjtën periudhë çdo verë kemi të njëjtën gjë. Digjem pyet, nuk e di, nëse do të mbaroj një ditë ose do kemi mos zjarre, po sasia e dëmit shkaktuar është jashtëzakonshme. Dhe çfarë do të bëjmë për ta parandaluar? Zotë Çako, a ka forca vullnetare, se shpeshherë themi duhet kemi edhe vullnetar. Ndoshta numri i forcave është i pamjaftueshëm në rastet e zjarreve masive apo vëmbytjeve të tjera. Shpeshherë policia dhe Ministria e Mbrojtjes bëhen bashkë. A ka forca vullnetare të cilët mund të investohet sikur të thotë vendet e Bashkimit Evropian? Dhe a keni parënjë? Atëre, s'pari herë kur flasim për menaxhimin e fatkeqësive natyrore, duhet kuptojmë qartësisht se ky është një mision që i takon jo vetëm institucioneve, jo vetëm individit, jo vetëm njësive të pushtetit vendor, por dhe gjithë komunitetit. Për sa kohë një zjarr, një përmbytje apo çdo fatkeqësi tjetër nuk kursen askënd, është e pa diskutueshme që dhe detyrimi buron edhe për komunitetin.
Shqipëria tashmë ka një legjislacion të pasqyruar edhe për çështjen e vullnetarizmit, por e vërteta është që jemi larg asaj që duhet, sepse vullnetarizmi në Shqipëri ka dhe një psikologji paksa të trashëguar, që e konsideron mbase edhe nga e shkuara, që përfshirja në një operacion për të menaxhuar një zjarr fikur në kohë, dhënia e informacionit, apo dhe ndërhyrja e një qytetari, disa qytetarëve, që mund të bëjnë shumë herë më shumë se sa mira forca, qofshin këto të emergjencave civile, të policisë, të zafikseve, apo dhe të forcave të armatosura, sepse koha në cilën reagojmë është shumë më rëndësishme se sa gjithçka tjetër. Dhe edhe domosdoshme që gjithë komuniteti të jetë sensibël, të jetë reagues, të jetë ndërveprues në kohë, përveç aspektit të ndërhyrjes. Roli i komunitetit dhe vullnetarizmit është i jashtëzakonshëm edhe në çështjen e njoftimit në kohë, dhënies informacioni siguretar. Dhe këto si Nushi, policia është gjithmonë në kontroll të territorit. Si informohen qytetarët në rastet e rreziqeve? Ka një sistem njoftimi? Ne jemi duke punuar tashmë Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile me një projekt të GIZ-it me qeverinë gjermane dhe me fondin global të klimës për të ngritur dhe së shpejti do të finalizojmë një nga sistemet bashkëkohore të gjithë siç e ka dhe Evropa pikërisht për paralajmërimin e hershëm. Sistemi i cili do të alertojë në kohë reale në media, në sistemit të telefonave, patjetër, në media, në telefon, me thirrje, me foni dhe me gjithçka tjetër. Për zonat e saktuara ashtu sikurse e ka. Në momentin që do të ketë një zonë në risk të konsiderueshëm për qytetarët, do të vi mesazhe me një herë në telefon për si duhet të veprojnë dhe çfarë rreziku i kanoset çdo qytetari. Këto janë procese që normalisht thash kohë më parë nuk ka pasur mundësi ose nuk kanë qenë pjesë e vizionit, por gjithsesi ne jemi duke punuar që të gjithë qytetarët shqiptar të jenë të informuar dhe të ndërvepruar. A ka një projekt për të ndërtuar një strukturë e cila të jetë ndërvepruese, pra një strukturë e cila në të gjitha rastet menaxhon dhe koordinon të gjitha veprimet përbashkë. Pra të mos jenë vetëm emergjencat, të cilët kërkojnë policia kërkon emergjencat, ose kërkohet ushtria në rastin e kërkesës. Është Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile. Kjo është institucioni përgjegjës i qeverisë shqiptare për të koordinuar, ndërvepruar, inspektuar dhe për të bërë gjithë koordinimin e të gjitha institucioneve dhe strukturave. Sot që po flasim, ka një qendër kombëtare të emergjencave civile, e cila është autoritet kombëtar për të komunikuar, për të koordinuar, për të urdhëruar dhe për të njoftuar që të gjithë komunitetin apo dhe institucionet, ashtu sikurse është edhe institucion përgjegjës edhe për të komunikuar me Brukselin, me qendrën ndërkombëtare të koordinimit dhe menaxhimit të emergjencave civile, që është RCC-ja, e cila varet nga Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave në Bruksel. Jemi në fund të emisionit, vetëm 30 sekonda, një pyetje shumë të shpejtë. A ka satelit dhe a shërben ato për parandalim, sepse thamë që janë ndërtuar për të hedhur në orbit, për të parandaluar si rastet e fatkeqësive, për të dhënë informacione, për përmbytjet e gjitha. Ekzistojnë dhe a kush e menaxhon? E ka Ministria e Mbrojtjes, sepse gjithë pyesin satelitë. Menaxhon shteti shqiptar, dy satelitët, Albania 1 dhe Albania 2, janë pjesë e një marrëveshje të qeverisë shqiptare. Autoritet kontraktor është Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile me një nga operatorët më dinjitoz amerikan që është Satellogic, i cili përcjell muaj për muaj informacion të detajuar për gjithë jurisdiksionin gjeografik në Shqipëri. Ky informacion bëhet mbi bazën e imazheve, të cilat i shpërndahen që të gjitha institucioneve dhe organizmave që janë pjesë e këtij konsorciumi për të marrë informacion në bazë të imazheve satelitore që normalisht detajohen dhe specifikohen nga ASIG-u, që është autoriteti profesional i përpunimit të këtyre dhënave. Më në fund të erdhëm, po, më falje. Ndjes, të shtevën diçka në vim të asaj që tha drejtori, edhe që tha dhe drejtori Sara gjithashtu.
Ka bërë përshtypje gjatë verës, një nga Do të më komunikatat, shkurt, se po e shumë kemi shkurt, se një nga kemi komunikatat bërë. që ka ardhur nga agjencia dhe nga Ministria e Mbrojtjes, kene. Në një ditë vetme, 26 bashki në zjarr. Më thoni dot, ka ndonjë vend tjetër që nga 61 bashki 26 kanë zjarr që atë do të me polici me ushtri? E me agjenci? Okej, atëherë erdhëm në fund të emisionit, duke falenderuar pjesëmarrësit. Aki Çako, faleminderit për prezencën. Glevis Dervishi, faleminderit Kënaqësi. që ishit në këtë emision. Arben Sara, faleminderit që ishit prezent. Dhe Albert Nushi, faleminderit që ishin. Faleminderit. Ky është emisioni jonë për sot. Alo Policia, në premten e radhës kemi lidhur me prostitucionin, duhet lufta apo legalizimi, fenomen shqetësues për qytetarët shqiptar dhe dëmet ekonomike. Janë mbi 250 milion euro që hikin nga Shqipëria, thjesht nga ky aktivitet i palishëm. Faleminderit gjithë, natë e mirë.